Kush agjeron me besim, i pranohet agjërimi dhe i falen gjunahet. Ndërsa ai që nuk ka iman, nuk arrin mirësinë e agjërimit. Nuk i pranohet vepra tek Allahu i lartësuar. Duhet që njeriu të besojë se këtë vepër, agjërimin e ka caktuar Allahu. Kjo fe që ne besojmë, Islami është fe e Allahut të lartësuar. Libri që ne besojmë, Kurani është libri i Allahut. Profeti që solli këtë fe, që solli këtë libër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është vërtet i dërguar i Allahut. Duhet që njeriu të besojë shpërblimin për veprat e ditën e gjykimit, të besojë premtimin e Allahut për shpërblim, që ky premtim të bëhet realitet. Allahu do t'i shpërblej ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, dhe nga veprat e mira është të agjërimi, do t'i shpërblej me mirësinë në botën tjetër, do i çojnë në xhenet. Dhe nga ana tjetër, ata që nuk kanë besuar dhe që kanë kundërshtuar Allahun, s'janë bindur Allahut të lartësuar, do shkojnë zjarrin e xhenemit. Pra duhet që njeriu të ketë iman, të ketë besim, siç përmend hadithi e Profetit sallallahu alaihi wasallam.